Në Shkup, Kumanov dhe Tetov, një zbatimi i Safe City-t vendosën 15% tolerancë për tejkalim të shpejtësisë. Kryetari LSDM Zvenko Filip që thotë se kërkesat e punonjësve për rritje pagash janë legjitime ndërsa politikat e qeverisë janë hipokrite. Sekuestrohen në Serbi 5 ton marijuan, hetimet tregojnë se droga ishte nga Maqedonia e Veriut. Ministria e Kulturës shpall rezultatet e projekteve. Ministri thotë se cilësia është para etnisë dhe shqiptarët nuk i sheh si përqindje. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Nga sot ka nisur zyrtarisht zbatimi i sistemit Safe City për gjobitje automatike në Shkup, Kumanov, Tetov dhe në korridoret 8 dhe 10. Në fazën e parë, sistemi do të evidentojë tejkalimin e shpejtësisë, kalimin në të kuqe, parkimin e pa rregullt dhe drejtimin me regjistrim të skaduar. Ministri i Brendshëm njoftoi se është vendosur tolerancë e vogël për shpejtësi, ndërsa qëllimi kryesor është rritja e sigurisë në trafik. Kryeministri Mickoski tha se nuk ka ankesa nga qytetarët dhe si fillimisht pragu tolerancës është 15% mbi standardin evropian, por do të ulet gradualisht. Ligji parasheh gjoba nga 20 deri në 500 euro dhe masa ndëshkuese shtesë. Nga dita e sotme në territorin e Shkupit, Kumanovës dhe Tetovës, si dhe në korridoret 8 dhe 10, ka filluar zyrtarisht zbatimi i sistemit për sanksionimin automatik të shkeljeve rrugore, i njohur si Safe City. Në fazën e parë, ky sistem inteligjent do të detektojë 4 shkelje kryesore: tejkalimi i shpejtësisë së lejuar, kalimi në dritën e kuqe të semaforit, parkimi pa rregullt, drejtimi i automjetit me regjistrim të skaduar, leje qarkullimi e pavlefshme. Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski sqaroi se ky projekt synon rritjen e sigurisë dhe reduktimin e aksidenteve fatale. Për shkelësit e shpejtësisë është vendosur pak tolerancë. Vendosëm tolerancë që ishte në përputhje me legjislacionin ekzistues 6 km/h për shpejtësi deri në 100 km/h dhe 8 km/h mbi 100 km/h. Rregullori është që në kompetencë të Ministrisë së Energjetikës, në konsultim me ekspert, profesor dhe përfaqësues të Ministrisë së Energjetikës dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, u ndryshua dhe hyri në fuqi dje. Kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se në ditën e parë të fillimit të gjobitjeve përmes sistemit Safe City nuk janë evidentuar ankesa nga qytetarët dhe se është në komunikim të vazhdueshëm me Ministrin e Punëve të Brendshme. Ai sqaroi se qeveria dhe Ministria e Punëve të Brendshme kanë vendosur që në fillim të rrisin pragun e tolerancës, me qëllim që qytetarët të mësohen gradualisht me sistemin e ri dhe të mos gjobiten menjëherë. Sipas tij, aktualisht pragu i tolerancës është 15%. Që është mbi standardin europian prej 10%, por paralajmëroi se me kalimin e kohës do t'i kthehen atyre pragjeve europiane. Ashtu siç do të mësohen shoferët, gradualisht do të kthehemi në kornizat europiane, por thelbi nuk është ndëshkimi, por të mos ketë aksidente trafiku dhe humbje jetësh njerëzore. Sipas ligjit, gjobat për tejkalim shpejtësie variojnë nga 20 euro deri në 400 euro dhe mund të shoqërohen me marrje të patent shoferit deri në 1 vit. Në zonat e banuara, gjobat mund të arrijnë deri në 500 euro. Kalimi në semafor të kuq dënohet me 250 euro dhe ndalim drejtimi nga 3 deri në 12 muaj, ndërsa në rast aksidenti parashihet edhe përgjegjësi penale. Drejtimi i automjetit pa regjistrim dënohet me 100 euro për shoferin dhe 250 euro për pronarin e mjetit. Për parkim të parregullt, gjobat janë 30 euro, 45 euro nëse pengohet komunikacioni dhe 50 euro për parkim në vende të rezervuara për persona me aftësi të kufizuara. Pagesa brenda 8 ditësh mundëson përgjysmimin e gjobës. Çdo shofer që merr 3 ndalesa drejtimi brenda 4 viteve e humb automatikisht patentën dhe mund t'i nënshtrohet provimit sërish vetëm pas 1 viti. Vlen e vlerëson Safe City-n si një investim konkret në sigurinë publike dhe në ndërtimin e një kulture më të përgjegjshme në trafik. Vlen thekson se është veçanërisht e rëndësishme që gjuha shqipe është pjesë e këtij sistemi, duke garantuar qasje të barabartë dhe informim të qartë për të gjithë qytetarët.
Kryeministri Hristian Mickoski paralajmëroi se zbatimi i sistemit SafeCity mund të ndërpritet ose të vazhdojë varësisht nga vendimi i gjykatës kushtetuese. Mickoski theksoi se nuk do t'i komentojë vendimet kushtetuese dhe se do t'i respektojë ato plotësisht. Deri tani janë dorëzuar 3 iniciativa kundër sistemit. Në ditën kur edhe zyrtarisht ka filluar implementimi i sistemit SafeCity, kryeministri ka paralajmëruar se i njëjti mund të abrogohet ose të vazhdojë implementimin varësisht nga vendimi që do të marrë gjykata kushtetuese. Kryeministri Mickoski deklaroi se vendimin e gjykatës kushtetuese nuk do ta komentojë, por do ta respektojë në tërësi, pa e kundërshtuar. Nuk i komentoj vendimet e gjykatës kushtetuese, le të deklarohet gjykata kushtetuese. Vendimi i gjykatës kushtetuese do të jetë vendim final. Vendimet e gjykatës nuk komentohen. Ndërkaq e drejtë e gjithë secilit është që të dorëzojë iniciativa në gjykatën në fjalë. Sigurisht, gjykata kushtetuese do të kërkojë mendim nga ne si qeveri dhe ne do të japim mendimin dhe qëndrimin tonë. Ndonse është dashur të fillojë nga 1 janari me dënime SafeCity, edhe zyrtarisht ka filluar sot, ndërkaq kundër të njëjtit në gjykatën kushtetuese. Deri më tani zyrtarisht janë dorëzuar 3 iniciativa, një nga Aleanca për shqiptarët e Ziadin Seles, një nga ASH-ja e Arben Taravarit dhe një nga Ylli Paçuhu, antar i Bashkimit Demokratik për Integrim. Kujtojmë se sistemi SafeCity hyri në funksion pasi 81 deputet votuan për miratimin e ligjit për kundërvajtje, ligj kryesor i këtij sistemi. Kryeministri Hristian Mickoski përsëriti se është i gatshëm për takim me sindikatën dhe për nënshkrimin e marrëveshjes kolektive për nënpunësit shtetëror. Ai theksoi se duhet të hiqet pjesa për pagat nga marrëveshja e përgjithshme kolektive, e cila është e paqartë dhe do të negocohet veçmas. Unë jam gjithmonë i gatshëm për takim. Ky është kushti, të vinë për negociata, por në këto bisedime duhet të binë dakord që marrëveshja e përgjithshme kolektive, e cila tashmë ka skaduar, të hiqet pjesa për pagat, e cila është konfuze dhe të përqendrohemi në finalizimin e marrëveshjes, ndërsa brenda këtyre 2 viteve të arrijë marrëveshje edhe për pagat. Ne jemi të gatshëm për negociata, ka deklaruar Mickoski. Ai tha se kjo ofertë ka qenë në tryez tashmë 1 vit dhe se qëndrimi i tij ka mbetur i pandryshuar, pra i njëjti si atëherë ashtu edhe tani. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe thotë se kërkesat e punëtorëve për rritjen e pagës minimale janë legjitime pasi këto janë nevoja reale. Filipçe theksoi se politikat e qeverisë janë hipokrite sepse tani kanë mekanizma dhe mundësi për të rritur pagat. Sipas tij, vendi po përballet me një krizë serioze të brendshme dhe të jashtme, e cila sipas tij do të thellohet edhe më shumë. Kërkesat e punëtorëve janë legjitime. Njerëzit nuk ja dalin dot mban. As 2 dhe as 3 paga nuk mjaftojnë për shportën sindikale. Kjo u theksua sot nga kryetari i LSDM-s Venko Filipçe në një intervistë për Radion Europa e Lirë. Ai dha një pasqyrë të rritjes së çmimeve, duke theksuar se 1/3 shkon për ushqim, pije. Energjia elektrike është më e shtrenjtë dhe faturat po rriten kudo nga kryetarët e komunave të VMRO DPMNE-s. Potrebi baranja na работници. Këto janë nevojat reale të punëtorëve. Kjo qeveri nuk mund të mbyllë syt dhe thjesht të injorojë ato kërkesa, ndërsa kryeministri thotë se sa energji elektrike do të konsumohet në rajon në 100 vitet e ardhshme. Filipçe theksoi se politikat e qeverisë janë hipokrite, sepse tani kanë mekanizma dhe mundësi për të rritur pagat. Ai theksoi se paga minimale ishte 150 euro dhe gjatë kohës së LSDM-s u rrit në 400 euro, me një sistem në të cilin do të arrinte në 500 euro. Filipçe bëri kritika serioze për punën e qeverisë aktuale, duke theksuar se vendi po lëviz në drejtimin e gabuar, me probleme të thella sistematike, praktika kriminale dhe izolim të rrezikshëm ndërkombëtar. Дека нешто не е како што треба и како Shteti nuk po shkon në drejtim të duhur, izolimi në të cilën kjo qeveri po na detyron, tenderet kriminal, procedurat që ata organizojnë, nuk ka më politika të mira për qytetarët. Ai po ashtu vuri në dukje rreziqet serioze të sigurisë, politikës dhe ekonomisë, duke theksuar, siç tha ai, lidhjet e dyshimta ndërkombëtare dhe flukset financiare jo transparente. Filipçe tha se lidhjet me Putinin, që janë të dukshme në nivelin e zëvendës kryeministrit të qeverisë, hyrja e kapitalit të dyshimt nga Serbia, si dhe marginalizimi i shtetit nga të gjitha institucionet ndërkombëtare, tregon se shteti nuk po shkon në drejtimin e duhur. Ai paralajmëroi se vendi po përballet me një krizë serioze të
brendshme dhe të jashtme, e cila sipas tij do të thellohet më tej. 5 ton marijuanë u sekuestrua në Serbi, ndërsa autoritetet serbe dyshojnë se droga ka origjinë nga Maqedonia e Veriut. Sipas hetimeve, marijuana është siguruar në territorin e Maqedonisë së Veriut dhe më pas është transportuar ilegalisht drejt Serbisë për shitje. Njëri nga 5 të dyshuarit raportohet të jetë bashkëpronari i një kompanie në Shkup për kanabis mjekësor, çka ka ngritur dyshime shtesë për burimin e drogës. Prokuroria për krim të organizuar në Serbi njoftoi se 5 persona të dyshuar në rastin e sekuestrimit të rreth 5 tonëve marijuanë të gjetur në fshatin Konju, afër Krushevacit, kanë zgjedhur të mbrohen me heshtje gjatë seancës gjyqësore. Sipas autoriteteve serbe, droga dyshohet se është siguruar në territorin e Maqedonisë së Veriut, pre nga më pas është transportuar ilegalisht drejt Serbisë. Ndaj të dyshuar është hapur hetim për prodhim dhe shpërndarje të paautorizuar të narkotikëve, ndërsa prokuroria ka kërkuar paraburgim për të gjithë. Njëri prej të dyshuarve, Aleksandar Mijalović, që konsiderohet organizatori i grupit kriminal, ndodhet në Arati dhe për të është kërkuar edhe fletarez ndërkombëtar. Hetimet tregojnë se grupi ka vepruar në mënyrë të organizuar dhe ndërkombëtare, duke siguruar mbi 5 ton marijuanë në Maqedoninë e Veriut gjatë muajit janar, e cila më pas është transportuar përtej kufirit, është ruajtur në depo private dhe është përgatitur për shitje të mëtejshme në Serbi. Media serbe raportojnë se një nga të dyshuarit është bashkëpronari një kompanie në Shkup të regjistruar për prodhimin e kanabisit mjekësor, fakt që ka ngritur dyshime shtesë mbi origjinën e drogës. Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Ivica Dačić, deklaroi se bëhet fjalë për sekuestrimin më të madh të drogës në historinë e policisë serbe. Për krahasim, sekuestrimi më i madh i mëparshëm kishte qenë rreth 2 ton, ndërsa gjatë gjithë vitit të kaluar u konfiskuan gjithsej 6.1 ton narkotik. Pas një kontrolli në një lokal në fshatin Çegran të komunës së Gostivarit, policia ka arrestuar 4 persona, në mesin e të cilëve dhe një të mitur të moshës 17 vjeçare, sepse siç ka njoftuar nga MPB, gjatë kontrollit u gjetën edhe u sekuestruan 6 paketime me kokainë, një pistolet me gaz, lëndë pluhur dhe para. Sipas MPB-s, të arrestuarit akuzohen për prodhim dhe shpërndarje të narkotikeve sipas nënit 215 të kodit penal. Të arrestuarit janë SH 51 vjeç, MH 23 vjeç, FSH 53 vjeç nga fshati Çegran dhe një i mitur 17 vjeçar nga fshati Volkov. Pas dokumentimit të rastit do të dorëzohet kallëzim penal përkatës, njoftojnë nga SPB Tetov. Ministri i Kulturës Zoran Lutkov tha se përzgjedhja e projekteve kulturore është bërë mbi bazën e cilësisë dhe jo përkatësisë etnike. I pyetur për përqindjen e projekteve shqiptare, ai deklaroi se i vjen keq t'i shoh shqiptarët si përqindje dhe theksoi se ndarja etnike e projekteve është e pamundur. Ministri i Kulturës Zoran Lutkov ka prezantuar rezultatet e konkurseve vjetore për financimin e projekteve kulturore. I pyetur se sa përqindje e projekteve të financuara janë shqiptare, Lutkov tha se nuk ka një përqindje të tillë, sepse siç deklaroi, i vjen keq që shqiptarët i shoh si përqindje. Sipas tij, e pamundur është ndarja etnike e projekteve kulturore dhe se projektet e financuara janë përzgjedhur në bazë të kualitetit dhe jo në bazë të përkatësisë etnike. Meni mi je навистина непријатно албанците да ги гледам како процент. Mua më vjen keq sinqerisht që shqiptarët i shoh si përqindje. Më vjen keq kur flas për përqindje. Të gjithë ata që kritikojnë dhe kanë kritikuar vitin e kaluar dhe kalkulojnë me përqindje të shqiptarëve, më vjen keq ta dëgjoj. E thash, do të mbështeten projektet kualitative, do të ketë program kualitativ. Në komisionet e krijuara ka dhe shqiptar edhe maqedonas, turq e të tjerë. Të gjithë vendosin për program kualitativ. Nuk mund të lejojmë të kemi përqindje. Mendoj se ju dëshironi numër 25, 30 apo 40%, e pamundur t'i ndajmë. Lutkov mes tjerash njoftoi se buxheti i përgjithshëm për vitin 2026 është 5 miliard e 194 milion e 975 mijë denar. Lutkov bëri të ditur se në konkursin e hapur nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit kanë arritur 2618 projekte për financim. Siç potencoi ministri, mjete janë ndarë edhe për ndërtimin e teatrit dhe bibliotekës në Tetov, projekt ky që ndër vite ka ngecur i bllokuar në koloarët institucionale.
Kryetari i qytetit të Shkupit Orce Gjorgjevski tha se janë duke menduar për dislokimin e fabrikës së çimentos Usje, për këtë nuk mund ta bëjnë brenda natës. Ai sqaroi se Usja është ndërtuar në kohën kur Shkupi s'ka qenë i shtrirë gjeografikisht në këtë masë që është tani. Kreu i qytetit të Shkupit Orce Gjorgjevski mbështet protestuesit dhe qytetarët, të cilët një ditë më parë protestuan kundër fabrikës së çimentos Usje, e cila llogaritet si një nga ndotësit më të mëdhenj në vendin tonë dhe është një nga fajtorët kryesor, sepse kryeqyteti gjendet në mesin e qyteteve më të ndotura në Europë. Në një prononcim për media, Gjorgjevski tha se po mendohet edhe opsioni për dislokimin e fabrikës, megjithatë tha se bëhet fjalë për një kompani private dhe është e vështirë. Ypari i Shkupit tha se ky është një problem i trashëguar ndër vite dhe se do të punojnë në mënyrë sistematike që në të ardhmen mos të ketë kompani dhe veprimtari të tilla në përvend banime. Nuk është diçka që mund ta bëjmë brenda natës dhe ta dislokojmë. Do duhet angazhim në atë drejtim. Do të duhet që të veprojmë të gjithë në mënyrë sistematike dhe besoj se mund të arrijmë që për gjeneratat e ardhshme të mos ketë kompani të tilla, posaçërisht në këtë pjesë të Shkupit. Gjorgjevski sqaroi se Usja është ndërtuar shumë kohë më parë, në kohën kur edhe Shkupi s'ka qenë i shtrirë gjeografikisht në këtë masë sa është tani. Aso kohë është llogaritur si fakt se ajo zonë nuk është e banueshme. Të shtunën një numër i madh i qytetarëve protestuan para kuvendit, qeverisë dhe Ministrisë së Ambientit duke kërkuar mbylljen e fabrikës së çimentos Usje dhe duke akuzuar atë për ndotje masive të ajrit dhe fajtor për sëmundjen e popullatës që jetojnë dhe veprojnë në rrethinën e fabrikës. Në këtë drejtim edhe Ministri i Ambientit qetësor Muhamet Hoxha ka paralajmëruar kontrolle të shtuara në kompaninë në fjalë për të parë nëse e njëjta plotëson kushtet për marrjen e licencës A për punë. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në Shqipëri ka rrëzuar kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj për zëvendësimin e masës së sigurisë arrest në burg me një masë më të butë. Veliaj, i cili ndodhet në paraburgim që prej 10 shkurtit të vitit të kaluar ishte i pranishëm në seancë së bashku me 2 prokurorët e SPAK, Altin Dumani dhe Ols Dado. Mbrojtja kërkoi ndryshimin e masës duke argumentuar se hetimet kanë përfunduar dhe se nuk ekzistojnë më kushte ligjore për mbajtjen e tij në arrest. Pas shqyrtimit të kërkesës, GKKO vendosi të lërë në fuqi masën e sigurisë arrest në burg, duke bërë që kryebashkiaku i Tiranës të vijojë qëndrimin në qeli. Kryetari i Parlamentit iranian ka deklaruar se forcat armatosura të vendeve evropiane konsideron organizata terroriste. Sipas ligjit iranian, si dhe ka paralajmëruar se Bashkimi Evropian do të mbajë përgjegjësi për pasojat e veprimeve kundër korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit. Ndërkohë, ligjvënësit iranian u shfaqën të veshur me uniformat të IRGC-s gjatë seancës parlamentare në reagim ndaj asaj që e përshkruan si veprim armiqësor të BE-s për shpalljen e IRGC-s si organizatë terroriste. Kryetari i Parlamentit theksoi se vendimi i BE-s është marrë në përputhje me udhëzimet të presidentit amerikan dhe udhëheqësve të regjimit sionist. Këto deklarata vijnë pasi ministrat e jashtëm të BE-s të ejtën arritën një marrëveshje politike për ta shpallur IRGC-n organizatë terroriste. Pika kufitare e Rafaut mes Egjiptit dhe Gazës është rihapur në kuadër të një operacioni pilot pas 2 vitesh mbyllje. Sipas vlerësimeve, lëvizja e personave aktualisht do të fillojë të hënën në të dyja drejtimet me rreth 150 persona që pritet të largohen çdo ditë nga ripi i Gazës, krahasuar me rreth 50 që do të kthehen, në të informojnë mediat izraelite. Megjithatë, deri tani nuk ka pasur deklarata zyrtare nga autoritetet izraelite, egjiptiane apo palestineze lidhur me këtë raport. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka bërë të ditur përmes një postimi në platformën X se gjatë muajit janar Rusia ka ndërmarrë një ofenzivë masive duke lëshuar drejt vendit të tij rreth 12.000 mjete fluturuese luftarake. Sipas shifrave të bëra publike, bëhet fjalë për mbi 6.000 dronë sulmi, rreth 5.500 bomba ajrore të telekomanduara dhe 158 raketa të llojeve të ndryshme, të cilët kanë pasur si synim kryesor goditjen e sektorit energjetik, hekurudhave dhe infrastrukturës kritike që mban gjallë jetën e përditshme të qytetarëve.
Zelenski theksoi se aktualisht në shumë rajone po punohet intensivisht për riparimin e dëmëve, ndërkohë që sulmet nuk janë ndalur as gjatë javës së fundit ku janë përdorur rreth 980 dronë dhe 1100 bomba të tjera. Sipas udhëheqësit Ukrainas, Moska po përpiqet të shkatrojë lidhjen e logjistike mes qyteteve dhe komuniteteve. Kjo ishte gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.